Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1429, Jeanne d'Arc mund trupat angleze që mbanin të rrethuar Orleansin. 1502, Kristofor Kolombi niset nga Spanja për udhëtimin e 4 dhe të fundit të tij për në botën e re. 1926, amerikanët Richard Baird dhe Floyd Bennett janë të parët të cilët fluturuan mbi polin e veriut. 1936, Italia anekson zyrtarisht Etiopin pasi kishte marrë kryeqytetin më 5 maj. Viktor Emanueli III shpallet perandori i Etiopisë. 1939, Hitleri e Mussolini takohen në Firenze. 1950, Robert Schuman nënshkruan deklaratën Schuman, ideuar nga Jean Monnet. Kjo deklaratë shënon fillimin e procesit integrues evropian, prandaj 9 maj festohet nga viti 1985 si Dita e Evropës. 1955, Gjermania Perëndimore antarësohet në NATO. 1960, Amerika nxjerr në shitje pilulën e parë kontraceptive. 1962, The Beatles nënshkruajnë marrëveshjen e tyre të parë diskografike me EMI. 1987, aktorët Tom Cruise dhe Mimi Rogers martohen. 1994, Nelson Mandela bëhet presidenti i parë me ngjyrë në Republikën e Afrikës së Jugut. 2006, Estonia ratifikon Kushtetutën Evropiane. 2010, trupa ushtarake nga vendet anëtare të NATO-s kanë marshuar në sheshin e Kuq në Moskë, si pjesë e manifestimeve që shënojnë 65 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore. Më 9 maj të vitit 2015, nisi rrethimi i dytitori i Kumanovës, ku mbetën të vrarë luftëtarët Xhafer Zymeraj nga Prizreni, Beg Rizaj nga Deçani, Mirsad Ndreca nga Gjakova, Palon Kabashi nga Rahoveci, Turgaj Gashi i lindur në Prishtinë, Samit Kastrioti i lindur në Prizren, Hysen Rushiti nga Vushtria, Fatlum Vishesella i lindur në Lipjan dhe Arben Rexhaj nga Ferizaj.